Alba dëhre limit, një mëngjesi që në gëre emocione, kur një shikim heshtur provokon tension dhe emocion, shtëpia e Big Brother Kosova kur nuk është një vend i zakonshëm. Çdo ditë sjell histori të reja, emocione që përplasen dhe situata që asnjëherë nuk janë të lehta për t'u menaxhuar. Sot, mëngjesi erdhi ndryshe për Albën. Ajo u zgjua herët, pa zhurmë, me një mendim të vetëm që nuk mund ta largonte. Lim hoti, për të, çdo gjë në shtëpi tani kishte kuptim tjetër. Ai ishte jo vetëm banor, por qendra e mendimeve të saj, një figurë që ngjall emocione të thella, nostalgji dhe tension. Kur ajo u ngrit nga shtrati, dielli i parë që depërtoi në dhomë dukej si të përshëndeste. Por Alba kishte vetëm një fokus, Lim, shikimi që flet pa fjalë, Lim hoti nuk ishte pranë saj. Ai qëndronte në xhami, duke vëzhguar heshtur situatën. Nuk foli, nuk buzëqeshi, nuk ndërhyri. Vetëm shikonte dhe kjo ishte mjaftueshëm për të ndikuar tek Alba. Për Alban, çdo gest i tij kishte kuptim të dyfisht. A ishte indiferencë apo një lloj kontrolli të brendshëm? Çfarë ndjenja po kalonte Lim në atë çast? Mos reagimi i tij e tensionoi më shumë, sepse tregon se në këtë lojë asgjë nuk është e thjeshtë dhe çdo shikim mund të interpretohet në 10 mënyra. Alba, heshtja që tregon të gjitha, ndërsa Lim e shikonte nga xhami. Alba ndjeu se çdo lëvizje e saj ishte e dukshme. Ajo nuk bëri asgjë dramatike, vetëm u ngrit nga krevati, rregulloi flokët dhe u zhvesh pjesërisht për të marrë frymë thellë, por prania e tij e heshtur e bëri çdo veprim të rëndësishëm. Në këtë heshtje të gjatë, mendimet e Albës u përplasën. Pse nuk reagon Lim? Çfarë ndjenja ka ai aktualisht? Apo më vëzhgon për lojë, për strategji, apo thjesht për të parë pa marrë pjesë? Këto pyetje nuk gjetën përgjigje. Vetëm heshtja e xhamit qëndronte mes tyre, duke krijuar një ndërveprim që fliste më shumë se çdo fjalë, ndryshimi emocional, banorët e tjerë që ndodheshin aty pranë. E pan tensionin, por nuk mund ta kuptonin të gjithë thellësinë e tij. Ky moment nuk ishte thjesht një shikim i zakonshëm. Ishte një provë emocionale, ku një reagim i vogël ose i madh do të mund të ndryshonte lojën, aleancat dhe marrëdhëniet. Alba ndjeu një valë emocionale që i rrotulloi mendimet dhe ndjenjat, nostalgji për momentet me Limit, xhelozi për çdo marrëdhënie të mundshme që ai kishte me banorët e tjerë, përshtypja e pakapshme e fuqisë së tij të heshtur dhe një tension i brendshëm që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Lim hoti, një qendër e paqet, por e dallueshme. Lim, nga ana e tij, ruante qetësinë absolute. Ai nuk fliste, nuk buzëqeshte, nuk tregonte emocion të dukshëm. Vetëm e shikonte. Por kjo heshtje ishte më e fuqishme se çdo fjalë e thënë, sepse tregonte kontroll mbi emocionet e tij, vetëdijsi për pasojat që çdo reagim mund të kishte, një lloj dominimi emocional pa ndërhyrje. Banorët që ndodheshin aty pranë ndjen tensionin, por askush nuk mund të parashikonte se çfarë do të ndodhte më pas. Dy planet paralel në shtëpi, për momentin, ekzistonin dy linja ndjenjash, një Alba, e cila ndihet e ekspozuar, e tensionuar, por gjithashtu e tërhequr nga shikimi i Limit. 2. Lim, i qetë, i heshtur, por plot vëmendje dhe perceptim. Kjo përplasje e heshtur krijoi një atmosferë që dridh çdo banor, sepse ishte e qartë se çdo veprim do të kishte pasoja. Heshtja e Limit nuk është thjesht mungesë reagimi, është një instrument i fuqishëm që provokon emocionalisht. Pasojat për shtëpinë, ky moment nuk është i izoluar. Ai do të ndikojë në dinamikën mes Albës dhe Limit, reagimet e banorëve të tjerë që mund të ndihen të tensionuar ose kureshtar, strategjitë e lojës, pasi çdo shikim dhe heshtje mund të interpretohet si aleancë, simpati ose manipulim. Banorët e tjerë tashmë po analizojnë çdo gest. Çdo fjalë e thënë pas kësaj do të peshohet me kujdes. Sepse çdo emocion ka peshën e vet në Big Brother Kosova, një moment që nuk harrohet, momenti kur Alba zgjohet herët, bie në sy të Limit dhe ai e shikon vetëm nga xhami, nuk është thjesht një incident rutinë. Ai përshkruan tensionin, emocionalitetin dhe kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë. Ky shikim heshtur është një dialog pa fjalë, një sfidë emocionale dhe një test i forcës së përmbajtjes dhe vetkontrollit të banorëve. Ai krijon intrigë, dramatizëm dhe parashikime për ditët dhe netët e ardhshme.